Situata nga përhapja e virusit vdekjeprurës Ebola në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandës po bëhet gjithnjë alarmante, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara ka kaluar tashmë shifrën e 1.000 të infektuarve. Në orët e fundit, 3 vullnetarë të Kryqit të Kuq raportohen se kanë humbur jetën pasi kishin shfaqur simptoma të lidhura me variantin e rrallë Bundibugyo të Ebolës. Sipas burimeve lokale, vullnetarët ishin kujdesur për disa trupa të pajisë të cilët më vonë rezultuan të infektuar me virusin. Ata punonin në një qytet në lindje të Kongos, zonë e konsideruar si epiqendra e epidemisë që po kërcënon jo vetëm rajonin e qendror të Afrikës, por edhe vendet përreth. Vetëm 2 ditë më parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ngriti nivelin e rrezikut të shëndetit publik në Kongo nga i lartë në shumë të lartë, duke paralajmëruar se ekziston mundësia reale që virusi të përhapet përtej kufive kombëtar, përfshirë dhe Ugandën fshinje. Sipas ekspertëve, të paktën 10 vende të tjera afrikane konsiderohen në rrezik, ndërsa pritet që numri i rasteve të rritet me shpejtësi në javët në vijim. Në terren po operojnë ekipe të shumta të mjekëve pa kufi, të cilët deklarojnë se po punojnë ditë e natë në një operacion emergjent për të frenuar përhapjen e epidemisë. Përveç Ebolës, Republika Demokratike e Kongos po përballet paralelisht edhe me shpërthime të malarjes dhe fruthit, duke e rënduar më tej situatën shëndetësore në vend. Ekspertët paralajmërojnë se sistemi shëndetësor në rajon po përballet me një garë kundër kohës, ndërsa theksojnë se edhe pse rreziku për Europën nuk përjashtohet plotësisht, ai mbetet aktualisht i kontrollueshëm falë mekanizmave të monitorimit dhe reagimit të shpejtë shëndetësor.